كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم قد أطل يا رب هذا موسم البشرى فيه تصفو القلوب وتطهر الأبدان تزكو به الصلوات في جنح الدجى ولنور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allah shpërblet Hafuzin Ubedin që jemi musafir të ky. Pastaj vllaznitë që kanë bërë hakika dhe të tjerë të cilët kanë kontribu. Allah shpërblet edhe hoxhallarët me ren, Lulin, e Besnikun, e Shaqen, e Habibin, gjithve Allah subhanahu wa taala shpërblet për prezencën edhe për fjalë që e keni thonë. Ka thonë Allah subhanahu wa taala فقل اعملوا punoni فسيرى الله عملكم se Allahu subhanahu wa taala ka me I pa veprat e juve, wa rasuluhu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me I pa, wal mu'minun edhe muslimanët kanë me I pa angazhimet e juve. Në ajetin tjetër Allahu subhanahu wa taala tregon për njerëzit që kanë punu mas shumti për këtë fe, ata janë pejgamberët. Për shkak se puna dohet në dy lloj. Puna e fesë dohet dy lloj. Ato të cilat janë ibadete personale, gjithsesi prej neve ka obligime, ka me kry te Allahu subhanahu wa taala, dhe ato punë të cilat janë në dobi të përgjithshme të ummetit. Dhe sot jem të fol për angazhimet e tona në dobi të përgjithshme të ummetit. Jo kush I fal 5 vakte, sa I ditë me fal ato se ka qare. Jo kush agjeron në Ramazan, se e ka farz. Jo kush e kryen haxhin e kush bën umre. Jo kush e zeqatin, se ato I keni detyra. Jo kush largohet për asaj, se ato janë ndalume. Kush prej juve ka bën diçka që ummeti I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja po hajrin. Kjo është pyetja, që kjo është ajo që është të na interesuar neve. Cili është angazhimi I jonë, si cili vet, edhe si grupe, edhe si xhamate, edhe si xhamia, edhe si cili është kontributi juve në dobi të përgjithshme të ummetit. Për mos më thonë, mos ka dikush që të dhon kontribut për me prish ummetin. Se dhe kjo pyetje është shumë e rëndësishme ja bë shumë njerëzve. Nga se ka disa njerëz duke mendu se janë të bë davet, ata janë të bë sherr. Hum yahsebun annahum yuhsinun sun'a, janë të menduar me vetin, më thonë jem të bë na kur gjë që të bëhesh, nëse nuk është në mbërëndësinë e 3 pikave të cilat do t'i përmendim me lejen e Allahu subhanahu wa taala. E para, angazhimi, puna. فقل اعملوا punoni, angazhov, puno, hajr, çka ka po ummeti musliman, cili është hajri që muslimanët kanë po për teje, edhe secili prej neve muna me bë hajr diçka. Inna sa'yakum la shatta, përpjekjet e tona, angazhimet e tona, kontributet e tona janë të ndryshme. Ai që ka dituri në të jep dituri, ai që ka edukat në të jep edukat, ai që ka pasuni në të jep pasuni. Ai që ka punë fizike, në tjep punë fizike, ai që ka këshilla, në tjep këshilla. Veç sherr mos të bën. Funi veç mos me bën zarar. Në pjesën e fundit të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë kush nuk mundet kur gjë hiç, faljes mut, shuj bere hiç mos fal, hiç rri. Si të mund me bë hajr diçka,
jo. Me fol diçka të hajrit si e të mujt, jo, rribile të paktën që tu të munol, ma për te asajna se kur të niset me shku me bo zarar, anë çështja është shumë keq. Punoni, fesejrë Allahu amelekum, Allahu ka me i pa veprat e juve. Dhe veprat atyre më të naltëve që kanë bën në islam ndavet, janë veprat e pejgamberëve. Sa i përket pjesës parë, thëtë Allahu subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha. Më i miri njeri është ai që thirr për ta Allahu subhanahu wa taala dhe bën vepra të mira. Pejgamberët të cilët e kishin punë me i thirr njerëzit në këtë fe, thonin fjalët e tyre ka sjellë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, in uridu illa al-islaha mastata'at. Dëshirë në start me pas veç me bë përmirësim. Kjo është pika e dytë e rëndësishme. E para puna, se ti me pas dëshirë, e menet në shtëpi pa lëviz, pa pas një punë, pa pas një angazhim, ajo dëshira vjen me ty, edhe vjen në varr me ty. Angazhimin do të me pas numër 1, numër 2, niyetin e sinqertë që me këtë angazhim veç me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk po na vin tjetër kur gjë hiç. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar me xhehenem ata të cilët bojnë davet që fytyrat e njerëzve më kthyk ata. I ka përgëzuar me xhehenem ata të cilët bojnë dituri që të hallë thonë unë jam i ditur. I ka përgëzuar me xhehenem ata të cilët mësojnë dituri që kur takohemi me njerëz me polemizu, me thonë jo nuk është ashtu shfutu ti për shkak se kanë ardhur edhe disa argumente tjera. Kush e ka kështu këtë njetë, edhe kështu vepron në përditshmërinë e tij, kjo është veç të menu se është të bë hajër. Ama në realitet nuk është të bë hajër. Çështja e parë, angazhimi. Çështja e dytë, njeti i sinqert që ky angazhim me qenë veç me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala në ditë kiametit, se neve nuk na vyn krejt botën me kthye kana, nëse Allahu subhanahu wa taala i dhënohet me neve në ditë kiametit, nuk na vyn pasha Allahun asnjë gjë. Jo veç me këthy kana, po dhe më na i dhon krejt. Nëse Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur me punën që e bëjmë ne, na nuk kemi fituar asnjë gjë. Dhe çështja e tretë është çështja e përhapur tmerrsisht të vllaznit, thonja e fjalëve të pasakta edhe pranimi tani vllaznive aty në fjalëve sikur më kanë shkruar në Buhari. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kjo është tragjedi. Allahu subhanahu wa taala ka zbrit një ajet për një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu, o musliman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nëse ja bjen ai kush në fjalë që ka vretje në veten e tij, fatabayyanu, mos e llogaritni ato sikur më kon vahi Allah. Hem tusibu qawmen bijahala, se ju hinin hak halkëve, njerëzve. Se tusbihu ala ma fa'altum nadimin, dhe kush do që hin hak dikuj, herë do kur ka më pendu. Nuk ka rrugë tjetër. Kush do që i bën zullum dikujna, i kanë hin hak dikujna, ka më pendu. Ama a është i aftë më pendu në këtë dënja më kthy, e me a kthy halalin, e me kërku Allah të falje, a ka me lonë të në ditën kiametit, ku Allahu subhanahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë zullumi ka më kon errësirë të në ditën e kiametit. Aty të në kimu pendua, ama aty është pendimi i kotë. Aty pendohen krejt, ama ai pendim nuk ka vlerë. Kur thojmë mos me shpërnda fjalë edhe mos me besu e fjalë, muslimanët në parim janë krejt pastër Allah. Muslimanët në parim nuk janë të akuzuar me kurrë. Çdo besimtar dhe besimtare është i pastër nga çdo gabim, në parim. Pastaj fajtor është vetëm kur jepet një vendim shariatik për te. Unë e thëmë, në të më bën halal besniku vja përmeni emrin, pa problem, një fjalë për ato që është kështu, kërkush nuk vetë muhe. A kiti argumente për që po thue? A thirrmi edhe besnikun ju ballafaqojmë bashkë, a i thirrmi edhe një 2-3 vetë, a thirrmi edhe një dikush që ka njohuri rreth kësaj situate, a është e saktë që kjo që bëthu ti, a ke pa, a ke një, ka rrugë shariatike, s'mirët kërkush, veç e ka thonë ky edhe ky metet i keq.
E ka thonë ky për tjetrin, ky mbetet të keq. E ka thonë ai tjetri për tjetrin, ky mbetet të keq. Kjo nuk u kon rruga e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falëndërimi të kon Allahu subhanahu wa taala gjithsesi në çështje e cila ngritet në kadal muna me pasë, është e vërtetë se s'është e vërtetë. Dhe falëndërimi të kon Allahu subhanahu wa taala se kur ummetin nuk e lën, s'di ummeti çish me vërtetuar në sen, a është e saktë, nuk është e saktë. Thot Allahu subhanahu wa taala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Edhe çështjet që ju vetë nëse nuk i dini, edhe me siguri se nuk i dina. Fas'alu ahla dhikri, pyetni ata të cilët kanë njohuri më shumë, in kuntum la ta'lamun, nëse ju nuk i dini. Nëse bashkohen këto me lena Allah subhanahu wa taala, khajri ka me qenë prezent. Angazhimi, punoni. Se kur nuk bëhet mjaftueshëm me punue për hir të Allahut subhanahu wa taala, kur hiç. Dhe në punët e juaja mundohuni me qenë të sinqertë, veç për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kur gjë tjetër, hiç na intereson tjetër kur gjë. Pasha Allahu na sikur mos më ekzistuar hiç. Është më mirë se sa më ekzistuar me një dëshirë tjetër përveç kënaqësisë, kërkimit të kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Çështja e tretë, besimtarët në parim janë të mirë, nuk janë të këqij. Dhe ata nuk njollosen pse i teket dikuj me fol. Ata e marrin peshën e gabimit vetëm nëse vërtetohet nëpërmjet rrugëve shariatike, njerëzve të ditur dhe mohet një vendim për ta. Dhe çështjet të cilat nuk i dina, e që Imam Ahmedi thoshte Allahu subhanahu wa taala pas më shërua, mos më fol njerëzit e paditur kur fitnë në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çish bën. Dalin folin do bodall tana hatë drejtohet ti fjalë për hapën të njerëzit. Tana më shkua kanjo, veç me tu ju tregu njerëzve fjalë. Nëse nuk e dina një çështje, nuk është kurfar problemi me shku me pyet dikon që e din më mirë se sa na dhe e pështon edhe veten tonë, edhe e merr shpërblimin ai i cili na ka udhëzuar atë që është drejt. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.